Orizi i mbetur mund të shkaktojë helmim, jasi të qëndroni të sigurt sipas ekspertëve. Shumica e njerëzve dinë se duhet të shmangin ngrënien e pulës së përpunuar, majonezës që futet në frigorifer madje edhe produkteve të palara, për të parandaluar helmimin nga ushqimi. Por edhe një kokër e gatuar si orizi mund të shkaktojë probleme gastrointestinale tek njerëzit, ndaj duhet të tregojeni të kujdesshëm. Ekspertët tregojnë se sporet bakteriale janë rezistente ndaj nxehtësisë, kështu që ato mbjetojnë edhe pasi orizi të jetë të gatuar dhe ngrohur, citon The Health Nancy Medicine. Ekspertët e kujdesit tregojnë se problemi është se lënia e orizit jashtë për një kohë të gjatë në temperaturë të dhomës mund të inkurajojë sporet të zhvillojnë bakterie, gjë e cila mund të çojë drejt helmimit. Ekspertët këshillojnë në një zëri se ushqimi, si për shembull orizi, duhet të konsumohet menjëherë pas gatimit, pasi lënia e tij shkakton edhe dëmtime të shëndetit.